Tani, vetëmi diskutim që bëhet është që, jo, vendet kanë përparuar, por ne kemi disa probleme të brendshme, të cilat pa i zgjidhur këto probleme të brendshme nuk mund të lejojmë vendet të reja që tynë. Ky është diskutimi që ta mbaroj, të lutem, mbaroj, ti nuk hyn në radarin tim për t'ju përgjigjur për këtë shqetësim. Tani, dhe ky është diskutimi, dhe i thuhet ju Bashkimi Evropian së fundmi ka hyrë në një krizë vendimarrje sa i përket çështjeve të politikës jashtme. Mjafton një vend antar i Bashkimit Evropian, nuk po përmendojmë për të qenë korrekt në aspektin diplomatik, që po jo më se nuk është aty fare, unë po flas për politikën e jashtme, një vend shumë mik i hyni, Hungaria ka kushtëzuar një vendimarrje të caktuar për një politikë të caktuar. Dhe sot Bashkimi Evropian nuk merr dot një vendim për një çështje që lidhet, besoj, për çështjen e financimit të Ukrainës. Dhe europianët me drejt tonë, shiko, ne nuk mund të vazhdojmë më të jemi një institucion, ose një organizëm, ose një bashkësi shtetesh, ku për të marrë vendime na duhet vota unanime 27 vendeve. Dhe thot, pa zgjidhur këtë çështje, ne nuk mund të pranojmë vende të reja. E dyta ka një diskutim në Bashkimin Evropian që thotë, ore sa komisioner do kemi, sepse do vide Shqipëria dhe Malizi dhe duhet të shtojmë komisionerët. E treta është si do t'i bëjmë strukturën vendimarrëse. Dhe sa më pëlqeni, po ta mbaroj. Dhe ne po themi, kryeministri Rama po thot, e ka thënë disa herë, nuk është herë e parë, po thot, ore ne pranojmë tym edhe pa të drejtë vetoje. Nuk e duam veton, po thamë t'ju pyesim ju njerë, po s'kishim kohë. Realisht nuk kishim një numër telefonit tuajnë që t'ju merrin telefonet dhe thonim orë si mendoni ju për këtë, po 0900, se për ty kam këtë numrin, për ty Albana, pa dyshim. Dhe pa pyetur dhe për strukturat vendore, pa pyetur dhe për këtë. Pa dyshim. Edhe se kishim këtë mundësi. Nuk e kishim këtë mundësi. Pa përmendur. Kështu që sa i përket marrëveshjes, ne do ta votojmë. Ne do ta votojmë marrëveshjen. Zoti Bardhi uluni. Zoti Bardhi. Çfarë 0900? Çfarë? Zoti kryetar. Zoti Bardhi uluni. Zoti kryetar, 5 minuta pushim sa Uluni, lejoni të përfundoj fjalën dhe pastaj merrni fjalën për replikë. Uluni. Ta mbaroj fjalën dhe pastaj. Si nxirë jashtë, do më të nxirë jashtë. Uluni të mbaroj fjalën dhe ngrini pretendimet tuaja pastaj. Pesë minuta pushim sa të vendoset qetësia. 5 minuta pushim.